Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar, lavdrojmë, qojmë salavat dhe selam me pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, po vazhdojmë me dersin e radhës. Sot do të ndalemi te një hadith që në fakt lidhe drejt për drejt me hadithin e ditës së djeshme, pra respektin dhe mirësinë ndaj prindërve. Dje folëm për esencën e këtij respekti, domthonë arabisht i thojnë el birr, dhe sqaruam se një nga obligimet qendrore, thelbësore në Islam është edhe mirësia ndaj prindërve në përgjithësi. Edhe kemi thonë që është vendosur më një herë pas urdhrit për tauhid, për adhurimin e Zotit Madhreshëm, më një herë ka ardhur wa bil walidaini ihsana, dhe ndaj dy prindërve me qenë të mirësjellshëm, me pas do thotë respekt ndaj tyre në përgjithësi. E sot tema apo hadithi i radhës, ardhja e radhës te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson me kalu, pra dje ishte parafërsisht më shumë teori, sot është praktik. Pra kalojmë nga teoria në veprim. Sepse respekti i prindërve pra nuk ndalet vetëm në emocion, vetëm me sqaru, po duhet me kalu edhe në aspektet praktike, edhe nuk ndalet në një situatë veçantë, por vazhdon gjithmonë, madje edhe pas vdekjes së tyre. E prandaj në këtë temë do ta trajtojmë hadithin sot me lejen e Allahut. Pra përmendet për një burr i cili e ka humb nanën e tij, pra i ka vdek nana, edhe jo për shkak të ndonjë smundje të gjatë ose ndonjë rrethon që ja ka prit vdekjen, po papritur, befas. Edhe kjo e ka mërzit, edhe ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo për me vet, për pasuni ose qysh m'ia bë, po për me vet diçka që në fakt në vetvete manifeston që të respekt edhe që të nder që e ka njeriu ndaj nanës, apo që duhet me pas njeriu ndaj nanës edhe ndaj prindërve në përgjithësi. Pra hadithi është e transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Aisha, thot një burr ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një shqetësim, me një mërzi, edhe i ka thonë: "O i dërguar i Zotit, nana ime ka vdekur pa pritur." Do thotë ka vdekur pa e kuptu, ose pa ndonjë smundje apo diçka, ka vdekur pa pritur. Mendoj, tash ky djali, ky burri mendoj sikur të kishte mundësi të fliste. Domthonjë sikur të kishte mundësi me lënë ndaj emanet ose diçka ndaj sen që po vdesë me na thon diçka. Ky djali po mendoj, ky burri po mendoj sikur të kishte mundësi të fliste, do të jepte lëmosh, do të jepte sadaka. Po s'ka mujt me dhon, për arsye se ka vdek. E tash ky po pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguar i Zotit, nëse unë jap sadaka për të, a do ta ket ajo shpërblimin? Pra nëse unë e dha tash në emër të saj, a arrin shpërblimi asajna edhe pse ka vdekur?" Po e shohim nivelin e pyetjes, vëllezër të nderuar, pra çysh po mendon ky për nanën e tij. Fillimisht mënyra që shpohet sikur të kish mujt me fol, kish dhon sadaka. Po nuk është që ka ndaj isharet diçka, po ky po supozon për nanën e vet ashtu. E kjo në vetvete është një far respekti dhe një far mirësie që ka mendim të mirë ndaj nanës vet. Pra nuk është që ka ndaj isharet ose ka ndaj veprim, po ja merr mendje që të kish mujt me lënë diçka, e kish lënë emanet me dhon sadaka. E kjo është, do thotë, në vetvete është një far manifestimi të respektit për nanën e vet, për arsye se ka mendim të mirë ndaj saj. Pra nuk ka menu ti shkon gjallë, e kish bë këto ose kish bë ato, apo e kish bë këtë ziaret ose i shku këtu. Jo, pra mendimi që kish bë vepra të mira prej sadakas. Prandaj edhe po e shohim se ky po e manifeston këtë dashuri edhe respekt ndaj nanës me këtë mendim të mirë ndaj saj në përgjithësi. Edhe përgjigjja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte e thjeshtë, jo e gjatë,
Përgjigja ishte vetëm një po. Mundesh do thot me dhanë po, që ka do thot një kuptim të madh, pra shpërblimin i arrin asaj, po ti mundesh me vazhdu me dhanë sadaka në emër të saj, edhe vazhdimisht i shkon shpërblimi asajna, pra me një fjalë një po që po ja aprovon këtina edhe krejt neve që lidhja mes nanës ose mes prindërve që kanë vdek edhe djalit ose vajzës që është gjallë, nuk ndërpritet automatikisht me vdekjen e tyre, po mundesh me vazhdu duke ba veprat mira për ta e në rand parë edhe sadaka. Pra nuk shkëputet çdo sen me të vdekurin, me nanën tane, me babën tane, nëse do të me manifestu mirësi ndaj tyre. Për arsye se shumë prej nes, fatkeqësisht, kur vdes prindi, baba ose nana, e mbyllëm atë kapitull. Edhe nuk menojmë fort për ata, a nuk e dim që vërtet ke mundësi prap me manifestu respekt edhe mirësi ndaj tyre edhe pas vdekjes së tyre. Dhe kjo është ajo diferenca ndërgjegjes momentale apo ndjenjes momentale edhe asaj ndërgjegjes së gjallë edhe respekti që vazhdon me nanën tane gjithmonë, edhe me babën gjithmonë. E këtu, pra, Islami na mëson një gjë shumë madhështore, shumë të madhe, shumë domosdoshme, që vdekja e prindërve nuk mbyllet kapitulli i mirësisë ndaj tyre me vdekjen e tyre, por vetëm e ndryshon formën. Cila është forma? Nëse ma herët i ke pas gjallë në shtëpi, i ka bë hizmet, ke bë muhabet me ta, i ke çu ku ka pas nevojë, ke bë veprimet kësaj natyre, mas vdekjes së tyre është do thot edhe mirësia e tutje që vazhdon, e ajo është me dhënë sadaka ndaj tyre, pra po ndryshon formën, po ti po vazhdon me mirësjellje edhe me respekt edhe pas vdekjes së tyre. E këtu në këtë hadith vëllezër të nderuar po përmendet sadakaja. E çka është shumë interesante në këtë rast vëllezër të nderuar është fakti se është edhe një hadith tjetër, domthonë që ka ardhur, pra hadith sot do t'i shpjegojmë pra dy hadithe të ardhjes që ka ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra është një hadith i përafërt, por është pak më detajzues që transmetohet se një burr nga Beni Seleme thuhet se ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ja ka shtru një pyetje që ndërlidhet me këtë rastin që po përmendim, po pak më pyetja do thot më e përgjithshme edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë një përgjigje pak më detajzuar që na vjen neve tani. Cila ka qenë pyetja? Ka thonë o i dërguari i Allahut, a ka mbetur ndonjë mirësi që mund t'i bëj për prindrit e mi pas vdekjes së tyre? Domthonë pyetja shumë e thjeshtë e qartë, pra i kanë vdek prindrit, edhe nana dhe baba, edhe tash nuk ka mundësi me bë ndonjë veprim, ndoshta e ndin veten si borxhli që s'ka bë diçka më shumë me ta, edhe ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, a ka ndonjë punë, ndonjë vepër mirësie që mund ta bëj për ta edhe pas vdekjes së tyre? Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përgjigjet kështu, thot po, edhe i përmend 5 gjëra tjera krahas sadakas që i përmendëm pak më herët. Cilat janë ato? E para, thot lutja për ta. Me bë dua për ta, mu lut për ta vazhdimisht. Kur je namaz, kur të kujtohet, vazhdimisht me bë dua për ta. Prandaj edhe duaja Allah Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil është pjesë e kësaj duas që ti po bën dua o Zot falë mua edhe prindrit e mi, 2 prindrit e mi. Pra e para është lutja, vazhdimisht, kur do që të kujtohet, kur do që sheh diçka, kur do që të bjen, thu o Zot, mëshiroj ata, jepi xhenetin e nalt, ashtu që më kanë janë sill me mirësi edhe më kanë eduku, jepi çfarë rahmet ndaj tyre e kështu me radhë vazhdimisht bën dua. Pra kjo ishte e para. E dyta, thot kërkimi i faljes për ta, me bë istikfar për ta. Çfarë do të me bë istikfar? Me thonë o Allah falja u gjunahat atyre, falja u kusuret, pra me kërku falje kur bën dua për vete, o Zot fal mi gjunahet mu, po edhe prindërve të mi, vazhdimisht kujtoj ata me këtë lutje edhe është manifestim i mirësisë. E treta, zbatimi i emaneteve që kanë lënë pas. Nëse ka lënë ndonjë emanet, praktikisht ndonjë vasijet për mi bë mirë dikujt,
ose me ndonjë një pasuri të sajna dikujna me aqu diçka, pavarësisht çfarë emaneti çon në vend. Edhe kjo është do thotë manifestim i mirësisë. Mirë po, interesant, është shumë e rëndësishme kjo, ulemat kur e shpjegojnë këtë pjesë me i çun vend emanetet, thonë, nuk do të thonë vetëm ato që ti ka thonë me gojë, me thonë, o djali jam, qëto mos më harro, ose bëne këto gjithsesi me qu, po prej manifestimit të me qu emanetet në vend për ta është edhe nëse baba jote për shembull ose nana jote e ka pas praktik me dhon sadaka, mi dhon, po e zon ka pas pasuni edhe i ka dhon një të varfër i vazhdimisht. Për shembull çdo Ramazan ose çdo muaj ose kohë pas kohë kur ka pas mundësi ja ka qenë. Edhe ajo ka vdek tash, s'mundet me qu. E ti vazhdoje ato. Edhe nëse nuk të ka thonë, edhe nëse nuk ka thonë birë jam, po ti e din që e ka bo qatë punë të hajrit, vazhdoje. Edhe kjo është do thotë vazhdimësi e një emaneti që aje ka ba, edhe thuj këto përbaj në emër të nanës ose të babës, se e ka pas zanat. Për shembull në Ramazan, qoftë edhe me thirr një iftar dikun, qoftë edhe mi qu dikun në ndonjë hedije, bëni qëtë praktikë. Pra vazhdimësi është manifestim i respektit ndaj prindërve. E treta, e katërta, lidhja e farefisit, që nuk lidhet vetëm veç përmes tyre. Me një fjalë, farefisi që të lidh me ta. Nëse është baba, për shembull axhallar, djemt e migjes, e kështu me radhë kusherit në përgjithësi, mundohu me kanë me ta, me matë këtë lidhje, për arsye se mbajtja e kësaj lidhje është respekt edhe ndaj babës, po gjithashtu edhe për nanën, dajallart, edhe ata që janë tezët e kështu me radhë, me mundu musil edhe me majtë këto kontakte edhe këto lidhje, është manifestim e respekti ndaj babës, edhe ndaj nanës. Pra, nëse baba i ka ba zjaret edhe i ka përmen, atëhere vazhdoj edhe ti, edhe nana që ashtu të tezja ose të dikush, vazhdoj edhe ti për arsye se është manifestim i që ti respekti. Edhe e fundit, e pesta, që përmenden në këtë hadith, është nderimi i miqve të tyre. Nëse baba ose nana, baba e ka pas një mik, një shok, një dost, këthojnë këtu njëherë kur ka shku në ushtar me ta, ose ka do muhabete me ta, e ka respektu, vazhdimisht e ka përmend për mirë, atëre bëhu edhe ti nga ata që ja e respekton, e kujton kohë pas kohë edhe i thu je kanë dost me babën tem, mik me babën tem, edhe unë po du me të nderu, edhe e bon zjaret, edhe i qënë do një hedije, respekt ndaj babës është edhe kjo. Gjithashtu edhe ndonjë shoqet nanës e kështu me radhë që e ka dash, që e ka afru, mundohu edhe ti me respektu në njëjtin formë, edhe kjo është manifestim i respekt ndaj tyre. Pra, kështu logjikisht përmenden këto gjana, pra 5 në këtë hadith edhe sadakaja në hadithin e parë të cilin e përmendim, pra çdo gjest i mirë që e bën për nanën, për babën, është do thot një urë lidhëse ndërmjet teje edhe atyre në përgjithësi, edhe manifestim i respektit për ta. Edhe po e vazhdon domosht qatë kërkesë të Zotit Madhreshëm, wa bil walidayni ihsana, dhe ndaj prindërve po sillesh mirë edhe pas vdekjes së tyre. Për arsye se po e bën do thot me jetu me ty edhe baba dhe nana me këtë respekt edhe me këtë kujtim në përgjithësi. Lutim Allahun e Madhreshëm na bën nga ata që vërtet mundohen, ata të cilët i kanë gjallë prindërit e tyre, kujdesin edhe mirësillen, kanë mirësjellje ndaj tyre, po gjithashtu edhe pas vdekjes nuk i harrojmë ata me dua, me sadaka, me lutje për ta, me istikfar për ta, e gjithashtu edhe gjërat të tjera të cilat i përmendim këtu. Zoti ju nderoft, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ju shpërbleft.